ruajnë në mënyrë absolutisht shumë sekrete, por që ekziston. Bota tashmë e din sepse inspektorët e Kombeve të Bashkuara që kanë qenë deri në vitin 2017 në momentin që u prish kontrata në mënyrë të njëanshme me Iranin, ata e kanë raportuar edhe kanë informuar si në Kombet e Bashkuara dhe është e hapur për gjithë botën që kanë arritur të pasurojnë uraniumin deri në nivelin 60%, që është shumë afër sa përqindjes për të patur një mbushje bërthamore, dhe me atë arrin me 460 kg arrin të krijojnë mos gabojmë 16 apo 19 koka me mbushje bërthamore të kapaciteteve të vogla natyrisht, por që kjo dihet, është informacion dhe nëse edhe për këtë po luftohet, dhe nëse ajo sasi nuk dorëzohet dhe në marrëveshje nuk ka një afat kohor që mos merret me pasurimin e iraniumit, po e zem në nivelin më shumë se sa niveli për nevojat industriale që është tek 5-6%. E qartë, por çfarë kjo do të shikohet në bisedime dhe në marrëveshje që do të nënshkruhen. Por çfarë do ndodhë, zoti Prenga, nëse Irani refuzon të dorëzojë rezervat e uraniumit? Unë nuk besoj që do të ndodhë që të refuzoj, sepse kjo do të pika më kryesore e realizimit të bisedimeve dhe nënshkrimit të marrëveshjes. Uroj që të mos ndodhë. Nëse do të ndodhë, atëherë është tepër e vështirë për të parashikuar se kush do të jetë vendimi i presidentit Trump dhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës për të vazhduar dhe për të përdorur e për të vënë në lojë gjithë kapacitetin dhe arsenalin e armatimit të gjitha llojeve për të dalë nga kjo situatë. Pra, unë mendoj që në këtë situatë që është futur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli në përplasje, në konflikt me Iranin, ka dy mënyra për momentin që mund të dilet dhe mund të përfundohet. Pra, mënyra e para është duke ulur në tavolinë e bisedimeve dhe për të negociuar pikat e kërkesave dhe për të afruar qëndrimet e tyre dhe për të nënshkruar një marrëveshje, qoftë kjo edhe e përkohshme. Pra, natyrisht për shumë kërkesa do të ketë afate kohor. Mënyra tjetër që nuk do të urojë kurrë dhe bota askush nga liderët dhe bota nuk e do një gjë të tillë, është për shkallëzimin më të ishëm që askush nuk e di se kush do të jenë pasojat dhe fatet. Nga gjithë ky tension tashmë që po ndodh mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, zoti Prenga, kush është duke përfituar më shumë? Pra, kemi Amerikën nga njëra anë, Kinën apo edhe Rusin? Unë mendoj që ata përfituesit e mëdhenj janë Rusia dhe Kina. Në të gjitha aspektet, si ekonomike ashtu dhe diplomatike. Pasi ai që merr pjesë në konflikt, sado i fuqishëm që të jetë, nuk është përfituesi kryesor, nuk mund të jetë përfituesi kryesor. Bile do thosha në aspektin tjetër, pa fol në aspektin ekonomik, por në aspektin diplomatik të imazhit në rang global, kam mendimin që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vetë Shtetet Bashkuara do të humbasin disi. Duke qenë, zoti Prenga, se Irani pra nuk heq dorë nga 14 pikat të cilat ka dorëzuar se i përket marrëveshjes, por edhe uljes në bisedime me Shtetet Bashkuara të Amerikës, çfarë pritet të ndodhë? Unë mendoj që bisedat e takimit që u zhvillu mes dy presidentëve, ekipet që do të shkojnë në Iran edhe do të vizitojnë, ose pjesa e ministrit jashtëm të Iranit do të thirrët në Kinë, kam bindjen që do të rishikohet komplet pikat dhe kërkesat që ata kanë paraqitur për të ndikuar. Në atë çfarë ka qenë biseda kokë, kam bindjen që edhe kjo mund të ketë qenë një nga pikat kryesore që dy presidentë kanë biseduar për të nxjerrë një delegacion apo një grup ekspertësh të kryesuar ndoshta nga ministri i jashtëm dhe ose mund ta thras ministri i jashtëm në Kinë ose ekipe të pa deklaruara shumë dhe pa shumë bujë mediatike. Mendoj se do të shkojnë për të bërë të mundur zbutjen dhe tërheqjen nga disa pika që janë të pamundura për të realizuar. Në qoftë se shkohet me ultimatume, atëherë nuk bëhet fjalë më për negociata. Kështu që në këto kushte besoj që Kina dhe bisedimet kanë qenë të suksesshme dhe kjo besoj se shumë shpejt do të arrihet, po le të presim dhe të shohim se kush do të jenë zhvillimet konkrete.
E qartë. Zotër Prenga, për të mbyllur, ndërkaq edhe mbas bisedimeve që u zhvilluan në Pekin me Xi dhe presidentit Shqiptar Donald Trump, mendoni se tashmë diplomacia po mbetet vetëm një fasadë, do ta quaja, ndërsa edhe fushit e tjera globale pra po përgatiten për skenarin e një përplasje dhe nga ana tjetër i gjithë ky konflikt tashmë pra SBA dhe Iran, a është duke u përdorur për të riformatuar ndoshta edhe rendin e ri botëror? Unë do të thosha që në fillim me një po të plot, pasi ka shumë vite që arkitektura sigurisë globale ka pësuar ndryshime. E në raport me te, detyrimisht që do përshtaten, duke filluar nga strategjia e sigurisë kombëtare që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ribën dhe vendet e tjera, gjithë bota në përgjithësi do të mendojë seriozisht në përmirësimin e strategjive të sigurive të tyre, ashtu qofshin dhe aleancat e ndryshme. Dhe jo se ka humbur rolin e nuk e humbet kur pjesa diplomatike e të vepruarit, por kam bindjen që ajo nuk e ka dhënë efektin e dur për të parandaluar, për të marrë masat preventive, për të mos ardhur në këtë pikë. Po arritën në këtë pikë, atëherë të gjitha vendet e tjera, dhe ato që nuk janë përfshira drejt për së drejti në konflikt, duhet të mendojnë seriozisht për sigurinë dhe mbrojtjen e tyre. Këte na mësoi në një farë mënyrë deri tani të paktën konflikti mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, pasi u përfshin pa hyrë në konflikt dhe pa dëshirën e tyre, u përfshin gjithë lindja e mesme dhe vendet që u goditen dhe vazhdojnë her pas here të goditen nga Irani për të përfshirë dhe për të nxjerrë nga, si mund themi, nga bashkëpunimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Simboli i sigurisë ka qenë deri tani të paktën ka qenë Emiratet e Bashkuara Arabe, por që edhe ky simbol ra pasi disa herë nga ana e Iranit është goditur dhe jo vetëm objekte ushtarake, por edhe objekte sociale janë goditur her pas here, do thosha, me gjithë masat mbrojtëse që ka patur dhe ka marrë Emiratet e Bashkuara dhe vendet e tjera, se tashmë e dinë që vendet e tjera, sidomos ato që kanë bazat amerikane, dhe janë mbështetës ata Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë shumica e vendeve në rajon, e kanë patur në një farë mënyrë opsionin e hapur dhe kanë menduar seriozisht, por është e pamundur që ti bësh ballë një sulmi që nuk e di se nga të vjen, aq më tepër nuk është më një luftë klasike, por është hibride, duke përfshirë dronët dhe dronët kamikaz që është e pamundur që të jesh 100% i mbrojtur nga veprimet e tyre. Kështu që diplomacia asnjëherë nuk pushon së funksionuari, por në momentin konkret që ne jemi, ajo ka dalë në plan të dytë dhe ka prevaluar ajo e cila Clausewitz ka theksuar, që vazhdimi i politikës me mjetet e tjera, që shpesh kalohet tek pjesa e konflikteve dhe luftrave. E qartë. Mirë, zotër Prenga, kemi arritur në fund, t'ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, po mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë, deri atëherë, mirupafshim.